Ndërsa Mickoski ishte në një ekskurzion shkencor dhe arsimor në Belgjik, Janevska po zbaton programin e saj arsimor në shtëpi, duke abuzuar me institucionet arsimore për llogaritje politike të llojit më të ulët. Kështu ka deklaruar Jovanče Manaskov nga LSDM, i cili theksoi se sipas informacioneve që iu kanë mbërritur, 2 inspektor nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit aktualisht po kryejnë një gjueti për drejtor që nuk janë ndjekës të partisë. Manaskov pyet nëse të njëjtët 2 inspektor, Mirjana Naskovska dhe Toni Iliev, po kryejnë inspektime të jashtëzakonshme në shkolla të shumta pas ankesave me përmbajtje të ngjashme ose identike. Nga LSDM theksojnë se disa nga procedurat janë para organeve të shkallës së dytë dhe ka edhe raste në të cilat gjykata administrative ka ndërhyrë dhe ka kthyer procedurën për rivendosje, si dhe raste me vendime meritore në favor të drejtorëve të shkarkuar. Apo ushtrohet presion ndaj drejtorëve të shkollave të mesme për të dhënë dorëheqje ose për të dhënë dorëheqje nga pozicionet e tyre para përfundimit të mandatit të tyre, apo kryen qeveria Mickoskit një operacion politik për të spastruar stafin, drejtorët e mëparshëm dhe për të emëruar xhelatët e partisë. A është kjo arsyeja pse këta 2 inspektor shfaqen në pothuajse të gjithë mbikëqyrjet inspektuese dhe në të njëjtën kohë ngrihen në detyrë dhe shpërblehen? Për këtë ka reaguar Ministria e Arsimit dhe Shkencës duke thënë se si në pushtet ashtu edhe në opozit, LSDM mbështet dhe përhap operacione të paligjshme. Nga Ministria thonë se pretendimi i LSDM-s se inspektimet përdoren për llogaritje politike dhe shkarkim të drejtorëve të papërshtatshëm të shkollave është një përpjekje për të manipuluar publikun. Struktura Inspektoratit Shtetëror të Arsimit është identike me kohën kur ata e drejtonin institucionin, por atëherë nuk përmenden emrat e të njëjtëve inspektor që po përpiqen t'i denigrojnë sot. Sigurisht, kudo që gjenden parregullsi merren masa të përshtatshme dhe është e pabesueshme se si kjo parti politike gjithmonë qëndron në mbrojtje të operacioneve të paligjshme dhe mbështet mungesën e respektit për sistemin ligjor. Ministria e Arsimit thekson se parregullsitë e konstatuara në shkollën e mesme Pançe Arsovski po trajtohen në përputhje me ligjin, ndërsa akuzat e LSDM-s i konsideron si për llogaritje politike. Ministria thekson se mbyllja e përkohshme e disa shkollave rurale i atribohet rënjes së numrit të nxënësve, të cilën Ministria e lidh me politikat e mëparshme të LSDM-s.